Agim Ramadani ka tona. Kom pas fatin që atëherë emrin e tij e kom regjistruar në librin e rekordeve Guinness, 200.000. Ashtu është edhe diçka parafërsisht edhe komandantit Agim Ramadani ka tonë. Dhe jam krenar që shteti serb e ka marrë si provokim atë punim. Dhe ai punim ka qenë diçka gjigant, kom vazhduar me njerë me heroin Agim Ramadani ka tona. Kom pas fatin që atëherë emrin e tij e kom regjistruar në librin e rekordeve Guinness, i cili që 5 vite është ajo vepër arti ende e mban rekordin botror. Është vepra më e madhe në botë. Për të rrëmbyer këtë rekord u desh një punë e madhe. Mozaikun e komandantit legjendar Adem Jashari e kom punuar me mbi 200.000 copa gjoje fisheksh. 200.000. Ashtu është edhe diçka parafërsisht edhe komandantit Agim Ramadani ka tonë. Por kjo vepra që është në librin e rekordeve Guinness është me kapset metalit, të cilin kom desh me simbolizu edhe gjembat e kufirit dhe më telat që na kanë da padrejtësisht mes Kosovës dhe Shqipërisë. Varësisht çfarë punimi, ku merr normal është kohë që don për kushtim, don vullnet, nuk punohet gjithmonë. Mundohet që jam i lodh, jam pak nervoz, nuk punohet kjo punë, po vullneti gjithmonë shtyn përpara. Unë s'nol asnjëherë, nuk e këqyri orën, më punu deri në 3 natës, në 2 natës, 4 mëngjesit, nuk e kam atë problem hiç. Vetëm që e punoj me vullnet.